Luani i Allahut. Historia e Hamzait radiallahu anhu. Në shkretëtirat e nxehta të Mekës, në një kohë kur ignoranca dhe padrejtësia mbizotëronin, jetonte një burr me zemër të fortë dhe shpirt të luftëtari. Ai ishte Hamza ibn Abdul Muttalib radiallahu anhu, xhaxha i profetit Muhammed a.s. Një figurë që historia e Islamit do ta njihte si një nga shtyllat më të fuqishme të besimit. Para Islamit, Hamza radiallahu anhu ishte pjesë e shoqërisë së xahilietit, por ai nuk ishte një njeri i zakonshëm. Ai njihej për trimërinë e tij, për forcën fizike dhe për aftësitë e jashtëzakonshme si gjuetar dhe harkëtar. Shpesh dilte në shkretëtir, duke ndjekur pren me një saktësi të rrallë dhe me një durim të admirueshëm. Ai ishte një burr me dinjitet, që nuk pranonte padrejtësinë dhe që mbronte nderin e familjes së tij me çdo kusht. Por historia e tij mori një kthes të madhe në një moment të vetëm, një moment që do të ndryshonte rrjedhën e Islamit. Një ditë, pasi ishte kthyer nga gjuetia, Hamza radiallahu anhu mësoi se Ebu Xehli kishte fyer edhe sulmuar profetin Muhammed a.s. Pa hezitim, me zemër të mbushur me zemrim dhe drejtësi, ai shkoi drejt Qabes, ku ndodhej Ebu Xehli, dhe e goditi me harkun e tij duke i thënë: "Si guxon ta ofendosh atë, ndërkohë që unë jam në fenë e tij dhe them atë që ai thot." Ishte një deklaratë e fuqishme, e menjëhershme, por e sinqertë. Në atë moment Hamza radiallahu anhu shpalli Islamin e tij. Disa dietar përmendin se ai më pas reflektoi thellë mbi këtë vendim dhe e përqafoi Islamin me bindje të plotë në zemrën e tij. Pranimi i Islamit nga Hamza radiallahu anhu nuk ishte thjesht një shtesë numerike për muslimanët. Ishte një kthes strategjike. Ai ishte një nga burrat më të respektuar dhe më të fisëm të Mekës. Me hyrjen e tij në Islam, muslimanët fituan guxim dhe forcë. Për herë të parë, ata filluan të falen hapur pranë Qabes, pa frikën që i kishte mbajtur të fshehur. Për këtë arsye, dhe për trimërinë e tij të pashoq në mbrojtje të fesë, ai u quajt Luani i Allahut, një titull që pasqyronte guximin, besnikërinë dhe sakrificën e tij të pakrahasueshme. Hamza radiallahu anhu jetoi si musliman për rreth 7 vjet. Edhe pse kjo periudhë ishte relativisht e shkurtër, ajo ishte e mbushur me sakrificë, luftë dhe përkushtim të plotë ndaj Islamit. Në betejën e Bedrit, për plasjen e parë të madhe mes të vërtetës dhe të pavërtetës, Hamza radiallahu anhu shkëlqeu si një luftëtar i jashtëzakonshëm. Ai ishte në vijën e parë të betejës, duke luftuar me një guxim të rrallë. Me shpatën e tij, ai rrëzoi disa nga armiqtë më të fuqishëm të Islamit. Ai nuk ishte vetëm një luftëtar i fortë, por edhe një strateg i zgjuar që kuptonte rëndësinë e disiplinës dhe unitetit në fushën e betejës. Por historia e tij nuk përfundon në fitore. Në betejën e Uhudit, ku muslimanët u përballen me një provë të vështirë, Hamza radiallahu anhu luftoi me të njëjtin guxim si gjithmonë. Ai depërtoi thellë në radhat e armikut, duke shpërndar frikë dhe duke mbrojtur besimin e tij deri në frymën e fundit. Por aty, në atë fushë beteje, ai u bë dëshmor. Vrasësi i tij ishte Vahshi ibn Harb, një sklav etiopian i cili ishte premtuar liri nëse do të vriste Hamzain radiallahu anhu. Ai përdori një shtizë dhe, në një distancë e sigurt, e goditi atë në një moment të papritur. Shpërblimi për vrasjen e Hamzait radiallahu anhu ishte liria e Vahshit, një çmim i vogël në krahasi me humbjen e madhe që pësoi Islami atë ditë. Vdekja e Hamzait radiallahu anhu ishte një goditje e rëndë për muslimanët, por më e dhimbshmja ishte për profetin Muhammed a.s. Ai jetonte Hamzain radiallahu anhu jo vetëm si xhaxha, por si një vëlla të afërt dhe një mbrojtës të palëkundur. Kur pa trupin e tij të pajet, profeti a.s. u mbush me pikëllim të thellë. Ai qau dhe shpreu një dhimbje që rrallë ishte parë më parë. Megjithatë, edhe në këtë dhimbje, ai tregoi durim dhe besim të palëkundur në Allahun. Hamza radiallahu anhu u varros në Uhud dhe profeti a.s. e quajti atë prisi dëshmorëve. Historia e tij mbetet një simbol i guximit, besimit dhe sakrificës. Nga një gjuetar i shkretëtirës në një mbrojtës të fesë, nga një burr i xahilietit në një prej figurave më të ndritura të Islamit, jeta e Hamzait radiallahu anhu është një dëshmi se si besimi mund të transformojë njeriu dhe ta ngrejë atë në nivele të pavdekshme. Ai ishte dhe do të mbetet gjithmonë Luani i Allahut.